Horoskopi vjetor 2026 Peshqit. 2026, viti i rindërtimit të vetes, i dashur Peshk, viti 2026 nuk nis lehtë, por nis seriozisht. Saturni, planeti i disiplinës dhe përgjegjësisë, vendoset në shenjën tënde dhe nuk vjen për të përkëdhelur. Vjen për të rritur. Ky është momenti kur je i detyruar të përballesh me pyetjen themelore. Kush je realisht dhe çfarë përfaqëson? Saturni në shtëpinë e parë nuk lejon shpërqendrime. Ai të shtyn të heqësh dorë nga rolet e paqarta, nga pritshmëritë e të tjerëve, nga mjegulla ku shpesh fshihesh për të mos u lënduar. Është koha të ndërtosh strukturë, kufi dhe vetbesim të vërtetë. Jo atë që duket, por atë që qëndron. Identiteti yt forcohet përmes punës së brendshme, durimit dhe vendimeve të vështira. Në të njëjtën kohë, Neptuni, planeti yt sundues, qëndron pranë teje për një periudhë, duke hapur porta shpirtërore që nuk mund të injorohen. Ëndrat bëhen më të gjalla. Intuita më e fortë. E vërteta e brendshme më këmbëngulëse. Por Neptuni nuk të mashtron më si dikur, ai të kërkon ndershmëri emocionale. Të kërkon të shohësh qartë çfarë beson, çfarë do dhe çfarë nuk mund të tolerosh më. Ky kombinim me Saturnit të ftohtë dhe Neptunit idealist është i fortë. Mund të jetë i pakëndshëm, sepse të zhvesh nga iluzionet. Por nëse pranon të jesh i sinqert me veten dhe i hapur, edhe kur kjo të bën të ndihesh i pambrojtur. 2026 mund të jetë viti i zbulimit më të madh personal të jetës tënde, nuk është vit arratisjeje. Është vit pjekurie, nuk është vit premtimesh boshe. Është vit ndërtimi dhe në fund të tij, peshku që del nuk është më i humbur në det, por i vetëdijshëm për drejtimin e tij. Horoskopi i dashurisë dhe marrëdhënieve 2026. 2026 është një vit që flet drejt për drejt me zemrën tënde. Jo me premtime boshe, por me përjetime të thella. Dashuria këtë vit nuk është sipërfaqësore, ajo kërkon ndjeshmëri, sinqeritet dhe prani të vërtetë. Nëse je beqar, përgatitu për lidhje që nuk nisin me shurmë, por me ndjesi. Mund të takosh dikë që të kupton pa shpjegime, dikë që prek thellësitë e tua pa i frikësuar ato. Këto nuk janë flirtime kalimtare, por njohje shpirtërore që të bëjnë të ndihesh i parë dhe i pranuar. Nëse je në një lidhje, 2026 të fton të thellosh, jo të shmangesh. Emocionet forcohen, por edhe kërkesat për ndershmëri rriten. Komunikimi është kyç. Thuaj të vërtetën, jo vetëm ëndrat, por edhe nevojat, frikërat dhe kufit. Heshtja nuk të mbron më, qartësia po. Për peshqit e martuar, gjysma e dytë e vitit sjell harmoni dhe një ndjenjë bashkimi më të pjekur. Ju dhe partneri mund të afroheni përmes synimeve të përbashkëta, veçanërisht në fusha shpirtërore ose krijuese. Nuk bëhet fjalë për romancë dramatike, por për lidhje të qëndrueshme, ku ecni në të njëjtin drejtim. Dashuria në 2026 nuk të kërkon të humbasësh veten për tjetrin. Të kërkon të jesh i plot, i pranishëm dhe i sinqert. Dhe kur këtë e arrin, lidhjet që krijon nuk janë vetëm të bukura, janë të vërteta. Janar, muaj reflektimi dhe pastrimi emocional. Çiftet përballen me nevojën për sinqeritet dhe vërtetësi, mund të lindë një distancë e lehtë për shkak të kriticizmit ndaj marrëdhënies. Beqarët preferojnë vetminë, por rreth 20-s mund të lindë një takim i papritur me dikë të pjekur dhe të respektueshëm. Flirtet dhe nostalgjia për ish mund të jenë të rrezikshme, shkurt, transformim emocional dhe rikthim i magjisë në dashuri. Çiftet rigjejnë harmoninë dhe intimitetin me komunikim të lëngshëm dhe momente romantike. Beqarët kanë magnetizëm të lartë dhe takime interesante, por duhet kujdes nga idealizimi i tepërt ose shkëmbime emocionale të fshehta. Pasioni fizik është i fuqishëm dhe eksperimental. Mars, rritje e vetbesimit dhe energji intensive. Çiftet bëhen qendra e vëmendjes së partnerit dhe krijojnë mundësi për hapa të mëdhenj si martesa ose zgjerim familjar. Beqarët përjetojnë takime magjike dhe flirt intensiv, me rrezik të tundimeve ose tradhtive të mundshme. Intimiteti është shpirtëror dhe pasionant, prill, fokus tek intimiteti dhe siguria emocionale. Çiftet forcojnë bazat e marrëdhënies, kalojnë kohë cilësore bashkë dhe gjejnë rehati në veprime të përditshme. Beqarët kërkojnë stabilitet dhe njohje të thellë përpara se të angazhohen. Maj,
komunikim dhe stimulim intelektual në qendër. Çiftet rizbulojnë njëri tjetrin përmes bisedave dhe aktiviteteve të përbashkëta. Beqarët janë të sharmuar dhe tërheqës, me mundësi për flirtë dhe takime të rastësishme, por duhet kujdes nga tundimet për lidhje paralele, qershor, thellim emocional dhe dashuri mbrojtëse. Çiftet fokusohen te shtëpia, familja dhe bashkëjetesa, beqarët kërkojnë shpirtra të ndjeshëm dhe takimet janë më të domosdoshme. Intimiteti është shërues dhe përmbushës. Korrik, muaj i fatlum dhe pasionan. Çiftet përjetojnë mjalti i dytë dhe momente romantike të jashtëzakonshme. Beqarët tërheqin adhurues me karizmën e tyre dhe mund të përjetojnë takime magjike. Rreziku i tradhtisë ekziston për marrëdhënie monotone, gusht, dashuri e qëndrueshme dhe praktike. Çiftet tregojnë dashurinë përmes veprave të vogla dhe kujdesit, beqarët zgjedhin partner inteligjent dhe serioz. Sensualitet i matur dhe lidhje e shëndetshme, shtator, harmoni dhe bashkëpunim. Çiftet fokusohen te partneriteti dhe zgjidhja e konflikteve, beqarët tërhiqen nga njerëz që plotësojnë anët e tyre të munguar. Flirtet elegante dhe me karakter intelektual. Tetor, intensitet dhe pasion i thellë. Çiftet përballen me të fshehtat dhe tensionet, duke forcuar lidhjen përmes sinqeritetit, beqarët tërhiqen nga personazhe enigmatike me histori të thellë. Rreziku i tundimeve dhe eksperimentimeve emocionale ekziston, nëntor, liri dhe zgjerimi i horizontit emocional. Çiftet përjetojnë udhëtime shpirtërore dhe fizike, beqarët mund të takojnë njerëz me vizion dhe mendësi të hapur. Dashuria bazohet te rritja dhe kuptimi reciprok, dhjetor, dashuri e qëndrueshme dhe prestigjioze. Çiftet fokusohen te stabiliteti dhe arritjet afatgjata, beqarët tërhiqen nga njerëz me karakter të fortë dhe pozitë të qëndrueshme. Flirti është i sofistikuar dhe i bazuar te admirimi reciprok. Viti 2026 zhvillohet financiarisht në 2 etapa të qarta dhe kërkon prej teje maturi, jo impuls. Gjysma e parë e vitit është ndërtuese dhe premtuese. Me mbështetjen e Jupiterit, rrjedha e të ardhurave stabilizohet dhe, për disa peshë, rritet. Fitimet mund të vinë përmes punës së rregullt, projekteve krijuese, bashkëpunimeve profesionale apo edhe çështjeve të pronës. Është periudhë e favorshme për kursime, investime të menduara dhe forcim të sigurisë materiale, shpesh edhe me ndihmën e familjes, por pas qershorit dinamika ndryshon. Shfaqen shpenzime të papritura, sidomos në lidhje me shëndetin, arsimin ose udhëtimin. Këto nuk janë domosdoshmërisht kriza, por kërkojnë likuiditet dhe planifikim. Çdo tentativë për fitim të shpejtë, kredi të panevojshme apo investime me rrezik të lartë ka gjasa të dështojë. Ky nuk është vit për spekulime, por për disiplinë financiare, rregullimi i buxhetit, krijimi i një fondi emergjencë dhe menaxhimi i kujdesshëm i detyrimeve janë thelbësore për të kaluar gjysmën e dytë të vitit pa presion. Në vend që të zgjerohesh, konsolidohu. Stabiliteti vjen nga kontrolli, jo nga guximi i tepruar. Muajt tetor dhe nëntor sjellin një mundësi reale për rikuperim dhe forcim të bazës financiare. Mund të rishfaqen projekte, pagesa të vonuara ose mundësi të reja më të sigurta. Nëse ke ruajtur disiplinën gjatë periudhës më të vështirë, këta muaj të shpërblejnë. Në fund të 2026-së, suksesi financiar për peshqit nuk matet me sa shumë ke fituar, por me sa mirë e ke mbrojtur atë që ke ndërtuar. Dhe kjo, këtë vit, është fitore e vërtetë. Ndalo për një çast. Merr frymë. Dëgjo trupin tënd, viti 2026 nuk të sfidon me sëmundje të mëdha, por me balancën emocionale dhe fizike. Sidomos gjysma e parë e vitit sjell lodhje të akumuluar, stres të heshtur dhe ndjesinë se po jep më shumë se sa po merr. Ky është sinjal, jo dobësi, sekreti yt këtë vit është i thjeshtë, por i vështirë për të pranuar. Pushimi nuk është dembelizëm, është mjekim. Trupi yt reagon menjëherë ndaj mbingarkesës emocionale. Nëse e injoron, të ndalon vetë. Prandaj, mëso të ndalosh përpara se të lodhesh deri në fund. Yoga, meditimi, frymëmarrja e vetëdijshme dhe praktikat holistike nuk janë mod për ty në 2026, janë shtylla stabiliteti. Ato të mbajnë të ankoruar kur mendja shpërndahet dhe emocionet të përmbytin. Edhe pushimet e vogla nga rutina e përditshme nuk janë luks.
Janë domosdoshmëri biologjike dhe shpirtërore. Natyra jote e ndjeshme ka nevojë për përkujdesje të vazhdueshme. Gjumi i rregullt, ushqimi i thjeshtë, uji dhe mbi të gjitha, kufit emocional bëjnë diferencën. Mos e mbush ditën për të kënaqur të tjerët, nëse kjo të zbraz ty, nëse ruan energjinë, nëse e trajton veten me respekt dhe jo me faj, viti kalon qetë. Jo me vrull, por me hirësi. Dhe në fund të 2026 nuk do të jesh thjesht më i shëndetshëm, do të jesh më i vetëdijshëm për trupin tënd. Dhe kjo është forma më e lartë e shërimit për një peshk. Jetës familjare, viti 2026 e vendos familjen në një ritëm të qetë, si dallgë të buta që lëvizin pa trazira të mëdha. Shumicën e kohës mbizotëron paqja, por her pas here do të ketë lëkundje të vogla, jo për të prishur lidhjet, por për t'i afruar më shumë. Natyra jote e dhëmshur bëhet faktori shërues brenda familjes. Ti ke aftësinë të dëgjosh pa gjykuar dhe të shohësh të gjitha anët e një situate, edhe kur të tjerët shohin vetëm të tyren. Kjo të vendos në rolin e ndërmjetësit dhe qetësuesit, veçanërisht në çështje të vjetra që kanë mbetur pezull. Ke mundësi reale të mbyllësh keqkuptime të hershme, nëse flet me qartësi dhe durim. 2026 të jep hapësirën për të qenë shtylla emocionale që familja jote ka nevojë. Jo duke marrë mbi vete gjithçka, por duke ofruar stabilitet. Prania jote e qetë, fjalët e matura dhe mënyra si i përballon situatat e vështira krijojnë ndjenjë sigurie për të tjerët. Mos ki frikë të ndash ëndrat e tua, mendimet shpirtërore apo vizionin tënd për të ardhmen me familjen. Mund të zbulosh një mbështetje që nuk e prisje. Në vend që të shohin si të shkëputur ose tepër të ndjeshëm, ata mund të kuptojnë më thellë, sidomos kur ti shprehesh hapur dhe pa mbrojtje. Ky është një vit i përshtatshëm për të ndërtuar një ambient shtëpiak më të qetë dhe më të rregullt. Ndryshime të vogla në shtëpi, riorganizimi i hapësirës apo thjesht më shumë kohë cilësore së bashku, ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien emocionale të gjithëve. Familja në 2026 nuk është burim presioni për ty, është vend rikthimi. Dhe sa më shumë që investon me sinqeritet dhe durim, aq më e fortë bëhet ndjenja e përkatësisë dhe paqes që kërkon një peshk.